Faleminderit. Shumë faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet, me shumë. Atëherë po filloj prezantimin e programit buxhetor 2026-2028 për sektorin energjetik, i cili ndahet në 3 programe kryesore: programi për industrinë, programi për burimet natyrore dhe programi për energjinë. Duke dashur ta nisim për programin për industrinë. Fondet buxhetore të parashikuara në programin mbështetje për energjinë synojnë që të mbulojnë, të mbështesin zhvillimin e politikave dhe strategjive në fushën e industrisë, rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit industrial, përmirësimin e inspektimeve dhe monitorimit të sigurisë në impjantet industriale, pajisjet elektrike dhe pajisjet në presion, parandalimin e aksidenteve industriale, konservimin e ishndërmarrjeve në likuidim deri në përfundimin e procesit të privatizimit. Fondet buxhetore janë për vitin 2026 janë parashikuar. Projekt ligji i akordon Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë në programin e mbështetjes për industrinë deri 421 milion lek. Shpenzimet korrente në vlerën 394 milion lek, shpenzimet kapitale në vlerën 57 milion lek. Shpenzimet kapitale përbëhen nga financimi brendshëm 57.7 milion lek dhe pra 100% i mbuluar nga buxheti i shtetit. Projekt ligji për vitin 2027 i akordon Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në programin mbështetjet për burimet natyrore vlerën 473.2 milion lek, shpenzimet korrente në vlerën 395 milion lek, shpenzimet kapitale në vlerën 78 milion lek, financimet të mbuluara në 100% nga buxheti i shtetit. Për vitin 2028, programi mbështetjes parashikon 475.1 milion lek, të ndarë në shpenzime korrente me 397 milion lek dhe shpenzime kapitale 78 milion lek. Financime dhe ky në tërësi financimi brendshëm nga buxheti i shtetit. Projekt ligji për buxhetin në vitin 2026 siguron mbështetje buxhetore për shpenzimet e personelit, paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore, shpenzime administrative të funksionimit të Inspektoriatit Shtetëror Teknik, ishti dhe qendrës grumbullimit trajtimit kimikateve të rrezikshme. Të dyja këto aktivitete të rëndësishme për të siguruar jo vetëm veprimtarinë industriale, por dhe sigurinë e jetës në këto veprimtari, sidomos në rastin e Inspektoratit Teknik, si dhe sigurinë mjedisore në rastin e qendrës të grumbullimit trajtimit kimikateve të rrezikshme. Shpenzimet kapitale në projektet me financim të brendshëm janë përfshirë objekte për përmirësimin e teknologjive të shfrytëzimit të zonave ekzistuese industriale. Këto projekte synojnë rritjen e nivelit të sigurisë, së shfrytëzimit, mirëmbajtjes, përdorimit të produkteve, pajisjeve dhe instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion, veprimtari kjo e ushtruar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial. Eliminimi i rrezikut të dëmtimit nga kimikatet të rrezikshme të papërdorshme në gjendje dhe kushte depozitimi dhe ruajtje në magazina apo ambiente të ishndërmarrjeve në varësi të ministrisë apo të ministrive të industrisë dhe energjisë apo të infrastrukturës dhe energjisë. Konkretisht, qendra e grumbullimit dhe e trajtimit të kimikateve të rrezikshme në Elbasan. Ruajtja dhe monitorimi i 2 lëndfilleve në të cilat janë depozituar mbetjet e rrezikshme në administrimin e ndërmarrjes uzina azotike e plerave azotike e Fierit me vendodhje në Fier edhe në Vlorë. E nderuar zonja kryetare, për programin mbështetje për burimet natyrore.